Kampionati kombëtar i futbollit për kategorinë e dytë është drejt mbylljes së fazës së dytë dhe për Tërbunin e Pukës duket se objektivi për të luajtur në fazën play-off po shkon drejt realizimit. Trajneri i Pukjanëve Sinan Bardhi flet për ndeshjen e kaluar që u mund nga Luzi pretendent për të parën, por që sipas tij skuadra luajti ndër ndeshjet më të mira të kampionatit. Vim nga një umje, po vim me një lojë mjaft të mirë, pavarësisht rezultatit ishte i kënaq me lojën, kurse për ndeshjen e ardhshme që e kena me Gramshin jena të mobilizuar që të marrim 3 pikë me një lojë të mirë dhe të rrjedhshme. Ne jena marrë objektive dhe i bëjmë zmedin këtu 3 ndeshje, jena duke përgatitur dhe për play-offin. Ishte një nga lojrat më të mira që kemi zhvilluar këtë kampionat, pothuajse jena të konsoliduar dhe me skuadrën, sepse ne gjatë gjithë vitin 3-4 lojtarët më kryesor na kanë munguar her pas here. Themi që jemi drejt një formacioni bazë që do përfaqësojmë edhe në play-off. Në krahasim me fazën e parë, Tërbuni i fazës së dytë është me një cilësi dhe ritëm më të lartë. 4 javë nga fundi, Tërbuni e ka siguruar vendin e 4 dhe konkurimin në fazën play-off. Besoj që ne kena punuar edhe 3 javë që kena lënë mbrapa, kena punuar vetëm për play-offin. Tash jena drejt konsolidimit dhe këto 3 javë do na shërbejnë për konsolidimin e skuadrës midis reparteve. Unë kam besim ke skuadra. Play-offi është play-off, një ndeshje, kështu që edhe ekipi kundërshtar ne i njohim edhe Luzin, ndajë dhe Librazhin, them me mundësitë dhe skuadra që po paraqitet nga ndeshje tash them që ne do e kalojmë me sukses. Pastaj finale do t'i kalojmë këto, pastaj finale nuk e dihet. Ne jena marrë objektivet për objektivin që kemi në pas. Këtë javë Tërbuni luan në shtëpi me Gramshin dhe optimizmi në kampin Pukjan është për fitore 3 pikëshe, gjë që konsolidon edhe më tepër pozitën në katërshin e parë.